Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudi të botën, mjafton një gotë me lëng qepe dhe do shpëtoni nga këto sëmundje. Siç e kemi përmendur edhe në video tona të mëparshme, ju duhet të dini se qepa është përdorur si një antibiotik natyral që në kohën e gjyshërve tanë. Ndërkohë, duhet të dini se mund të përfitoni lëngun e qepës në këtë mënyrë, duke prerë qepën në copa të vogla dhe ta futni në një gotë me ujë. Lëreni ujin gjithë natën në frigorifer dhe pjeni të nesërmen në mëngjes. Ja përfitimet që sjell ky ilaç natyral. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak, ndihmon në tretjen e ushqimit, redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, mbron alergjit, pastron zorrën e trashë dhe njëkohësisht parandalon rrezikun e sëmundjeve të zorrës të trashë, parandalon infeksionet orale, ndalon gjithashtu rënjen e flokëve dhe mbron nga e ftohura dhe njëkohësisht gripi, përmirëson edhe shëndetin e kockave, forcon sistemin tuaj imunitar. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e dashur dhe njëkohësisht e padëgjuar, por pasi ju ta dëgjoni këtë lajm do të filloni ta përdorni më shpesh atë, sepse ka vlera të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Mjekët e këshillojnë lëngun e qepës nëse vuani nga një sër problemesh, siç janë problemet me rrugët e frymëmarrjes, ftohja, kolla e të tjerë. Lëngu i qepës është i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut, përdendësinë kockore, cilësinë e gjumit dhe shëndetin e dhëmbëve. Edhe pse aroma apo shija e tij nuk janë fort të pëlqyeshme, këshillohet ta kombinoni atë me kanellë dhe mollë për më shumë vlera. Sipas ekspertëve, vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Ai përmban njëkohësisht fibër, vitamina B6, C, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet e lëngut të qepës. Sipas ekspertëve, konsumimi i lëngut të qepës ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit. Konsumimi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e mpikses së gjakut, e cila është një nga arsyet më kryesore të shfaqjes të sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Lëngu i qepës gjithashtu luan një rol mjaft të rëndësishëm për sa i përket në trajtimin e diabetit. Ndërkohë, mineralet që përmban lëngu i qepës përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku dhe flavonoidët, të cilët përmban ulin nivelin e lartë të kolesterolit apo të glukozës në gjakun e njerëzve të cilët janë të prekur nga diabeti. Pastrim. Qepa ka disa përbërës të cilët ndihmojnë vitaminën C që të largojë të gjitha toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë gjithashtu në nxjerrjen jashtë sa më shpejt të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kolla. Lëngu i qepës gjithashtu përmban edhe sulfur që ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve. Gjithashtu, ajo lehtëson kollën, prandaj rekomandohet edhe kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Flokët dhe lëkura. Vitamina C, e cila është e pranishme tek lëngu i qepës, stimulon gjithashtu kolagjenin, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj rrezeve të diellit. Mineralet gjithashtu janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe njëkohësisht në forcimin e flokut. Si mund ta përgatisni? Lëngu i qepës, sipas ekspertëve, mund të përgatitet duke përzier qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare për 1 litër ujë. Qepën duhet që ta zieni me gjithë lëkurë për të paktën 5 minuta. Ndërkohë, pas së zierjes, ju mund të shtoni mjalт dhe limon për të përmirësuar gjithashtu shijen dhe ta pini menjëherë një gotë.
Pjesën e mbetur mund ta ruani menjëherë në frigorifer dhe më pas ta konsumoni ditën tjetër. Lëngu i qepës, siç ne i përmendëm, këshillohet nga mjekët për të trajtuar një sër probleme shëndetësore. Qepa është një aleate kundër shumë problemeve, pasi është një pjesë e familjes botanike të zambakut dhe njihet për vlerat e saj shëndetësore. Ndërkohë, nëse bleta ju ka pickuar ndonjëherë, duhet të përdorni lëngun e qepës pasi ofron një qetësim të menjëhershëm. Nëse vuani nga pagjumësia, përsëri pini një gotë me lëng qepe për të patur një gjumë sa më të mirë. Kombinoni gjithashtu lëngun e qepës me shafranin e indis për një lëkurë plot me shkëlqim, ose nuhasni një qep për një qetësim të menjëhershëm kur keni gjakderdhje nga hundët. Ndërkohë, qepa përmban fenol dhe flavonoide të cilat luftojnë inflamacionin, duke ulur kështu kolesterolin dhe shërben si antioksidant. Për shkak të efikasitetit të saj, qepa nga ana tjetër rekomandohet si një kur ndaj temperaturës, rënjes së flokëve dhe gjithashtu për fertilitetin e të tjerë. Sugjerohet të pini një gotë me lëng qepe me stomak bosh herët në mëngjes. Në qoftë se ky lëng ju jep ndjesinë e djegjes, atëherë ju duhet që të pini një lugë me mjaltë dhe lëngun e qepës për qetësimin e fytit. Mos hani dhe mos pini asgjë për të paktën një orë. Të gjitha varietetet e qepëve ofrojnë një larmi ushqyesish, të cilat në përgjithësi ndikohen nga ruajtja dhe pjekja e qepës. Lëngu i saj është i pasur me vitaminë C, B6, acid folik, kalcium, magnez, hekur, krom dhe gjithashtu fosfor. Kromi, i cili gjendet tek lëngu i qepës, ul sheqernat në gjak. Lëngu rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia. Prandaj le t'i hedhim një sy vlerave shëndetësore të lëngut të qepës. Përmirëson tretjen. Qepët janë një burim i mirë i fibrës dietike të nevojshme për bakteret të shëndetshme, të cilat gjenden në zor. Insulina përmirëson lëvizjet e tyre dhe siguron nivelet e duhura të baktereve të shëndetshme duke rregulluar tretjen. Mbron kundër alergjive. Quercetina, e cila gjendet tek qepa, parandalon astmën dhe alergjitë. Ajo përthithet në sistemin tretës dhe qëndron në qarkullimin e gjakut për shumë kohë në krahasim me quercetinën që përftohet nga ushqime të tjera. Kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të frymëmarrjes. Qepa vjen në ndihmë kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të tjera të frymëmarrjes. Vajrat të cilat gjenden tek qepa parandalojnë dhe shpërbëjnë mukusin e akumuluar në rrugët e frymëmarrjes. Ajo është përdorur prej shekuj për të shëruar kollën, bronchitin, bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, infeksionet në metabolizëm e të tjerë. Merrni një kokër qep dhe ndani në 4 ose 5 pjesë. Pjesët i hidhni në një kavanoz të mbushur me ujë të pastër rreth 200 ml. Mbylleni kavanozin dhe lëreni të qëndrojë për 8 deri në 10 orë në një vend të errët. Në mëngjes tretësira e fituar kullohet nga qepa dhe pihet esëll. Përsëriteni këtë për 40 ditë pa ndërprerje. Ndërkohë, mundohuni të përfshini qepën sa më shumë në regjimin tuaj ushqimor, pasi përfitimet që ju do të keni në shëndet janë me të vërtetë të mëdha dhe vërtet të befasuese për shëndetin tuaj. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Joftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.